Në gjykatën e shkallës së parë në Shkodër është zhvilluar këtë të hënë seanca për masën e sigurisë për 4 të arrestuarit si autor të dyshuar të atentatit me lëndë plase ndaj 67 vjeçarit Hysni Ymeri në hyrje të banesës së tij me datë 29 dhjetor të vitit të kaluar. Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Gerd Bushatin, i dyshuar si autori vendosjes së tritolit që i mori jetën 67 vjeçarit Hysni Ymeri. Bushati ka pranuar parahetuesve se më 27 dhjetor ka vendosur sasinë e eksplozivit në panelin e matësve elektrik, e cila shpërtheu 2 ditë më pas duke shkaktuar vdekjen e viktimës. Në dëshminë e tij ai ka deklaruar se është kontaktuar nga 3 shtetas të tjerë, Edison Hasaj, Gjergj Zefi dhe Ergys Ibrahimi për të kryer këtë veprim. Ndërkohë gjykata ka caktuar masën arrest me burg edhe për Edison Hasajn, Gjergj Zefin dhe Ergys Ibrahimin, të dyshuar si bashkëpunëtor në këtë ngjarje të rëndë kriminale. Këto 3 shtetas nuk kanë pranuar përfshirje në vrasje dhe nuk kanë dhënë deklarime as në polici dhe as gjatë seancës gjyqësore, duke u përfaqësuar nga avokatët e tyre mbrojtës. Sipas burimeve hetimore, policia ka sekuestruar telefonat celular, ka kryer përgjime dhe ka administruar një sër provash të tjera që mund të implikojnë edhe 3 të arrestuarit e tjerë në këtë çështje. Gjatë deklarimit të tij, Gerd Bushati ka pretenduar se nuk ka pasur dieni se vendosja e tritolit do të sjellë humbje jete. Ai ka thënë se ishte komunikuar nga porositësit se qëllimi ishte vetëm për të trembur edhe jo për të vrarë. Nga hetimet paraprake mësohet se sasia e eksplozivit ishte vendosur edhe më herët, por nuk ishte shpërthyer. Në këtë rrethana Bushati ka deklaruar se ka vendosur sërish tritolin më 27 dhjetor, ndërsa 2 ditë më vonë shpërthimi rezultoi fatal për 67 vjeçarin Hysni Ymeri. Seanca për të 3 shtetesit e dyshuar si bashkëpunëtor është zhvilluar fillimisht, ndërsa masa e sigurisë për Gerd Bushatin, i cili ka pranuar vendosjen e eksplozivit, është caktuar në një seancë të veçantë. Për shkak të mungesës së dëshmive nga 3 të arrestuarit e tjerë, mbetet ende e paqartë arsyeja e vrasjes së Hysni Ymerit. Ndaj këtyre shtetasve të arrestuar rëndojnë akuzat për vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim, shkatrim të pronës me eksploziv, mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve shpërthyese dhe municioneve, si dhe prishje të qetësisë publike. Po ashtu ata akuzohen edhe për prodhim dhe shitje të narkotikëve në bashkëpunim.